Nga katedralja e Shkodrës deri tek varrezat katolike të Rmajit, besimtarët katolik morën pjesë në procesionin e të premtës së madhe. Dita e ringjalljes vjen duke kaluar më parë nga ulla e kryqit, që shënjon kalvarin e vuajtjeve të Jezu Krishtit dhe udha e tij me kryqin në krah drejt Golgotës. Ulla e kryqit vjen me 14 ndalesa dhe në secilën prej tyre besimtarët luten dhe përkujtojnë mundimet e Jezusit. Një rrugë që në Shkodër është ajo që bën martirët e fesë, të cilët u ekzekutuan nga regjimi komunist për fe dhe atë dhe. Si discepët të Jezusit, si të krishterë, ne lirisht kemi pranuar të ndjekim Krishtin. Lirisht. Një liri që duhet vazhdimisht të repërtërisim, duhet vazhdimisht të bendimet. Nuk është lehtë të dëshmojmë që jemi dëshmitar të Jezusit. Nuk është lehtë të shpallemi që jemi të krishterë, por është mundur. Sonte në këtë udhës së kryqit kemi shkelur, mund të themi, rrugët që shumë martirët kanë bërë për të arritur në këtë vend, kur kanë qenë pushkatuar, kur kanë fliuar jetën e tyre pikrisht për shkak të Krishtit, për besimin e tyre. Ata nuk kanë qenë spektatorë, por në të vërtetë nxanasit të Jezusit deri në fund. Të dielën katolikët kremtojnë Pashkët, festën që simbolizon ringjalljen e Krishtit pas kryqëzimit të tij. E premtja para Pashkës shënon ditën e kryqëzimit dhe vuajtjeve me kryqin mbi shpinë. Ashtu quajtura java e Zis fillon me të dielën që paraprin dhe është java më e rëndësishme në kalendarin katolik.